Ishte kënga magjike, pas dite të diellat na sjellin melodi për çdo ndjesi, për emocionet, për kujtimet, për gjithë shka. Muzika është një motiv për t'i buzëqeshur jetës dhe për t'u dashur. Me gjithë dashurinë që na fal çdo tingull, unë ju ftoj në javën e 7 të Kënga Magjike 2025. 7 javë krijimtari dhe preza të ndryshme artistësh, 7 javë të jetuara me dëshirën për të kënduar këngët e preferuara, për t'i shoqëruar me nga një story, apo për t'i dëgjuar në volum maksimal gjatë një udhëtimi. Dhe me që ende nuk kemi hyrë në garën e javës, le ta marrim edhe njerë shien e javës së 6. Kujtojmë këngët pjesëmarrëse. Nga kategoria Big, Iris Sula, Një jetë. Eleonora, Tak Fak. Alele, Lore Amanet. New Artist, ja ku është Maridoro me Gamer. Artistja e dytë në solli një ëndër, Agnes Çobo. Wendy, Press. Ja dhe Ester Qendro me Dua Dritën. Sabina Dona, Alo. Dhe Luna Qausholli, Drita brenda teje. Në javën e 7 do ta prekin magjin 3 artist big. E para që pret në ethen e prapasken është një artiste e cila rikthehet pas 14 vitesh. Tani do t'i shkri vitet sepse di që ka marrë malli. Në vitin 2011 ajo erdhi me një baladë etnike, por sot do të vinë ndryshe. Blerina Matraku. Blerina, mirë se vjen. Po t'ka ardhur ndryshe në gjithë shka. Mirë se vjen, se vjen. Mirë se ju gjej. Shiko, çfarë të shtyu të bësh një pushim kaq të gjatë nga muzika? Kam pasur një periudhë reflektimi, sepse doja të gjeja njerëzit e duhur, qoftë edhe për të kuruar lukun tim, për mos përsëritur të njëjtën gjë dhe falenderoj Joni Peçin. Mrekulli. Kënga jote është një dedikim për maman. Çfarë borxhi keti nënës tënde? Unë kam një borxh që në këtë jetë nuk ja kthej dot, sepse nuk e dhuroj dot jetën që më ka dhënë, por minimumi mund t'i bëj një këngë, jo vetëm mamas time, po të gjitha mamave kudo në botë. Ndërkohë, kur mami yt e dëgjoi këtë këngë, çfarë bëri jam kureshtar? Do ta imitoj tamam, sepse edhe flokët i kam prerë sot kështu sepse mami mban shkurt dhe ja dedikoj asaj. Ajo e bëri. Filloi po qante. Por kënga është e gëzuar. Unë dua t'jap vetëm dashuri. Nuk i këndoj plakjes së nonës, nuk i këndoj rrudhës, unë i këndoj thjesht mamas, dashurisë që kam për të, sepse mama është si një trëndafil i bukur për mua. Atëre, me këngën Mama, Blerina Matraku. Unë e di mama, unë e di mama, së lëkur mama, ja këtu mama. Unë e di mama, unë e di gjithmonë mama, mos ki frik mama, ja këtu mama. Jo nuk dy shkesh ti lule, dhe kur jeta ka ullje, afër vetës më mbaje, të mos kisha lot. Dhe kur zemra të qante, dashurit i faje, unike në detaje, s'ka si ti në bot. Je dritë e zemrë si me pak ty s'do ndriqoja, në shdo stuhi me ty në krato mbjetoja, për një busqeshje të me në shdo ditë jetoja, si ty nuk ka sa të dua ty mama. Unë e di mama, unë e di mama, së lëkur mama,
ti mama, unë e ti mama, s'të lëkur mama, ja këtu mama, unë e ti mama, unë e ti gjithmonë mama, mos ki frik mama, ja këtu mama. Unë e ti mama, unë e ti gjithmonë mama, mos ki frik mama, ja këtu mama. Blerina Matraku me këngën Mama. B-Magic është hashtagu zyrtar i këtij edicioni dhe këngëtari i dytë i besoi kësaj thirrjeje. Shpesh të rinjt për hir të trendeve të kohës pëlqejnë famën e shpejtë dhe ndonjëherë keq informohen se rruga më e durë drejt ardhmes është të mos t'i ngjitë shkallët gradualisht shkallët e suksesit. Por, ai erdhi si një djalë me ëndra në Mampoti. Më pas, në vitin 2022 fitoi çmimin Best New Artist dhe nuk e ndali rrugtimin. Vjet rëmbeu shumë zemra me këngën Shmendem dhe troket në skenën që besoi në talentin e tij, Martin Pano. Mirë se vjen. Martin, ti zakonisht në këngët e tua i këndon dashurisë së humbur. Pse kështu? Besoj se që të gjithë e kemi një moment dhe e kalojmë një periudhë të tillë, ku e humbim një farë dashurie. Dhe shpresoj shumë që kushdo që do bëj relate me këngën time, ta ketë sa më të lehtë atë periudhë. Për çfarë do doje të të mbante ty mend ajo? Sa shumë gjëra që ka, po për mirësinë. Për mirësinë. Ti je natyrë që i kthesh dashurive të vjetra apo vazhdon përpara? Unë mendoj që kur kalon një flet libri nuk i kthehesh më pas dhe vazhdon ta lexosh deri në fund se si do vazhdoj historia. Atëre, vjen këtë 25 vjetor me këngën Sirenat, Martin Pano. Faleminderit. Dashuria mbet e verb, sytë e tu të ftoht si natë, si një qiri të dy u tretë, nuk di atë kujtohet datë, veç po të kërkoj, ty të haroj, po zemrës më lejon, nuk më dëgjon. Dijen sirenës e tradhtis, dëgjojnë këmbanat në skutat e ertat vetmis. Si dy hiena u ndeshëm, në fund u vrau. A dashuri, pse me gjak ty të lam? Dashuri në rënoja, një përgjigje po kërkoja, më doje sa të doja, si verbër të besoja, të vërtetën e mohon, as një grimës nuk e pranon, dhe në ara ti, mbetëm unë e ti, kjo dashuria në rënoja, një përgjigje po kërkoja, nuk më doje sa të doja, e kuptova qishte loja, të vërtetën e mohon, as një grimës nuk e pranon, dhe se pa mua në zemër dhimbja ty po të pushton, në një trup të huaj ti sot më kërkon, nuk më haron, gote ke nuk ka më këthim, mbeti t'jesh një melodi nga sirenat,
sirenat e traktis. Dëgjoj këmbanat të skutat e ertat vetmis. Si dy jena u ndeshëm ne u vrar. A dashuri se me gjak të la. Dashuri në rënoja, një përgjigje po kërkoja. Më doje sa të doja, si verbër të besoja, të vërtetën e mohon. As një gris nuk e pranon dhe në arati, vetëm unë e ti. Kjo dashuria në rënoja, një përgjigje po kërkoja. Më doje si të doja, e kuptova qishte loja, të vërtetën e mohon. As një gris nuk e pranon dhe në arati, vetëm unë e ti po dashuri. Shumë faleminderit. Martin Pano me këngën Sirenat. Urime. Shumë faleminderit. Rikujtoj se nëse vizitoni faqen këngamagjike.com, do të mund të votoni me yje këngën tuaj të preferuar, por kujdes, mund të votoni vetëm një herë nga një pajisje elektronike gjatë gjithë javës. Pas përfundimit të episodit, mund të votoni artistët e javës së 7. Ndërkohë, jemi me këngëtaren e fundit Big, e cila gjithashtu rikthehet pas 6 vitesh. Çdo këngë e saj tingëllon si një kolon zanore filmi, dhe kësaj herë do të na ftojë në romancën e saj Exona Demi. Përshëndetje gjithëve. Mirë se vjen. Mirë se gjeta. Çfarë kënaqësie. Exona, kënga jote lidhet me mungesën. Dhe kush është në moment mungese, jam i sigurt që do ta gjej veten në këtë këngë. Ty çfarë të mungon? 1 milion euro me të drejtën. Na mungojnë. Shiko, cila është një vlerë njerëzore që ti vren se mungon në ditët e sotme? Komunikimi. Mendoj që ndoshta edhe kjo teknologjia ka bërë të vetën. Ndërkohë, është më frikshme mungesa apo harresa? Mungesa ndonjëherë është edhe e bukur se të bën të reflektosh, po të harrojnë nuk është gjë shumë e bukur, e rëndë është. Tani, unë këngën tënde do ta shijoja me një gotë përpara, ndezur me një puro dhe vetëm ose në një udhtim. Ti çfarë u sugjeron telespektatorëve të bëjnë tani? Ndoshta nuk e dia kanë mundësi të marrin gotën e verës tani shpejt, por mendoj që ta shijojmë, pse jo. Le ta shijojmë zërin e Exonës që na ka munguar të gjithëve. Kënga titullohet Do të mungoj. Exona Demi. Faleminderit. Të mungojnë sytë e mi, si buz kremi në ku qëndroje. Do të mungojnë duart e mi, ku trupin të lëshoje. Do më mungojnë mua shumë, ne të pa fund kur puthje të shioja. Najkan e kafes mëngjes, shien e buzve prap kërkoja. Më vonë ti do të vuash për net me një laver. Në gjunjë ti më thoje, o më merë, o më lerë. Do mbush është i ca gota, me të ndendjallësi. Për ty do të dorëzohem, me fund unë do t'i pi, më vën ti do fuash, atëherë do më duash.
Do të mungoj në sytë e mi, si buz kremi në ku qëndroje. Do të mungojnë duart e mia, ku trupin të në lëshoje. Do të mungojnë dhe puste mia, ku gjakosje ti të tua. Do të mungoj dhe gjoksi im, ku merje prush kur ishe shua. Më vonë ti do të vuash për net me një laver, në gjunjë ti më thoje, o më merë, o më lerë. Do mbushësh ti ca gota me të ndendjallëzi, për ty do të dorëzohem me fundun do t'i pi. Më vonë ti do atëherë do më tua. O më merë, o më merë, o më lerë. Më vonë ti do atëherë do më tua. Faleminderit shumë. Ne nuk dëgjuam një këngë, po pam një film. Faleminderit. Faleminderit Exona Demi. Mama, Sirena, do të mungoj, ishin 3 këngët të cilat sapo ju shtuan playlistës Big. Ndërkohë, Ana dhe trendet frymëzuesit kategorisë New Artist po na presin. Teksa Blerina, Martini dhe Exona bën gati për fronin e juris, unë do t'ju lënë në sugjerimet e bashkëpunëtorëve tanë, të cilët na udhëzojnë më së miri për zgjedhjet tona në jetë. Publicitet. Jam rritur në për këto korridore të televizionit Klan dhe në këtë pjesë të murit gjithmonë ka qenë kjo logo, kënga magjike. Kushdo vit është ndryshuar numri nga 15, 20, 25, siç është tani, por nuk e mendoja se një ditë numri 25 do të lidhej me mua. Të gjithë kemi ëndërruar, dikush të fluturoj, dikush të ketë superfuqi, ëndra nga më të çuditshmet për të cilat do duhej një magji nga ato të zanave. Por duke kaluar vitet, ti kupton se magjinë e gjen atë që jep emocion. Tek një këngë, tek një balet, tek përgatitja për të dalë në skenë, tek një fjalë inkurajuese, po edhe tek një lotë që rrjedh. Atëherë kupton se nuk jemi në ëndër. Dhe nëse flasim për magji apo ëndra, ato plotësohen më së miri në kënga magjike, kategoria New Artist. Ja ku jam më në fund dhe më lejoni të them që më mori shumë malli për ju. Vetëm një javë munges dhe më bëri të kuptoj se sa shumë më munguat ju, skena, magjia e këngës dhe gjithë shka që ndodh këtu. Dhe tek sa shija 6 artistet e reja që prezantonin javën e kaluar aq bukur, verifikova atë që ne diskutojmë dhe debatojmë. Brezit Gen Z jepini besim, jepini hapësirë dhe jo vetëm nuk do të zhgënjeni, por do ju presin surpriza. Kjo ishte për koleget e mia të javës së kaluar, ndërsa unë pas një viroze të vështirë, sot ndihem më fort dhe jam gati ta jetoj ëndrrën edhe një herë së bashku. Në ëndrrën time shoh për herë një dritë të bardhë që duket sikur më thot, jam këtu për ty. Dhe nuk më jep siguri vetëm mua, por të gjithë artistëve të rinj. Ardit Gjebrea. Nuk e fshet do të gëzimin që të shoh përsëri në skenë, më mungove. E ndjeja që kur ndryshoja skenarin, të kërkoja me sy gjithkund, edhe kur kisha dikë tjetër pranë, dhe pse a dole me sukses, prap energjia jote e la vendin poshtë.
vend nuk mbetet bosh për atë që shihet, por për atë që ndihet. Kur për një motiv apo një tjetër nuk e ke atë që ke patur, vetëm atëherë kupton se çfarë ke humbur. Ndaj, faleminderit që më ke dhënë këtë mundësi që të jem këtu dhe të them, po, ju kam. Ana publikuar si një familje e madhe për ne, ndërsa muzika është shtëpia jonë dhe në një familje të madhe, askush nuk mbetet pas. Jo vetëm unë dhe ti, por edhe antarët e juris, edhe skuadra realizuese kemi një premtim ndaj artistëve të rinj. Të jemi këtu për të mbështetur ëndrrën e tyre, sepse ne besojmë në magji. Beso dhe sfido. Kjo lexohet në çdo vështrim, në çdo lëvizje të artistëve të rinj. Kjo formul i vë përpara një prove ku të gjitha përpjekjet e tyre bashkohen në një përfundim, të marrin dritën jeshile. Jo vetëm për të kaluar një fazë, por për të hapur një rrugë suksesi. Është juria që me vlerësimin e tyre do të përcaktojnë edhe fatin e një artistave të javës së 7. Dhe ky është momenti ku a marr zemrën bigëve të tu, Mr. Gjebrea. Në vitet ku ajo ishte një artist, kënga magjike u kthye në dritaren e saj, dhe që nga viti 2006 ka ardhur me stile të ndryshme muzikore. Tani është radha të vlerësoj stilet e ndryshme që do të prezantohen sot. Blerina Matraku. Dhe për të prishur rregullin, një unë, një ti, kam një propozim. As unë dhe as ti. Por le ta prezantojnë ata njëri tjetrin. Janë dy antarët e pandryshueshëm të juris nga fillimi e deri në netët finale. Nëse jeni dakord, kush e fillon? Okej, po filloj unë atëherë. Në fakt kemi kaluar gjithë hije para saj, pavarësisht se ajo është një nga këngëtarët më të shquara dhe më të dalluara, nuk ka lënë çmim pa fituar. Ka kënduar një këngë Thesar pa emër, por në fakt ajo është Thesar me emër. Jonida Maliqi. Sa bukur, faleminderit. Sa të vështirë ta bëri jetën. Shumë. Ai është një ndër shkrimtarët më të mirë të kohërave të sotme. Patjetër, sepse librat e tij janë përkthyer dhe në gjuhë të ndryshme të botës. Krahas saj, është gazetar, është moderator, prezantues, është autor programesh dhe lum kush e ka afër që njeh atë humorin e holl. Ardit është I vetmi që mund të të zëvendësonte. Po ja lëshoj vendin me shumë kënaqësi. Dhe vijojmë me atë që I takon ai vend, jo vetëm si artiste, por edhe si vocal coach për shumë artistë të rinj. Exona Demi. Përshëndetje gjithëve. Ishte viti 2022, ku ai bëri gjithë sallën e pallatit të koncerteve të këndonte në kor këngën Një si ti, Martin Pano. Përshëndetje. Ana, e di për çfarë jam I lumtur që portalet virtuale, por edhe vetë agjentët e Kënga Magjike Official janë ende në mëdyshje për antarët misterioze të jurisë. Sepse ky është një ekskluzivitet që si producent I festivalit e kam vetëm unë. Do vazhdon të thoshte zotria. Gjithsesi, nuk po e shoh zonjën Kurti me unas duri? Shiko, ajo sot po na ndjek nga ekrani, si dhe dy antarët e tjera të jurisë të javës së 10. Por në regji, kam pritur një nga antarët e netëve finale, sepse në netët finale në juri do t'jenë Enkel Demi, Jonida Maliqi dhe 3 antarë të jashtë kufive të Shqipërisë, secili me përvojë të spikatur muzikore të lidhur me botën e këngës dhe gjithashtu më lejoni ta përshëndes. Hello! Ja ku jemi. Okej, më ndihmojnë përkthyesit për pyetjen që do t'i bëj. Si ndihesh në Shqipëri? Ndihet shumë mirë. Okej. Keni ndjekur ndo pak në YouTube këngëtarët e Këngës Magjike? I keni ndjekur. Të kanë pëlqyer më shumë këngëtarët apo juria? Çfarë vlerësimi do jepje për këngëtarët? Shumë mirë. Po juria? Çka? Do t'i shihni kur t'i keni në pallat dhe pse se të gjithë kështu bëjnë. Ju kujtohet edhe me Kozetën kështu ndodhi. Por edhe kur erdhi këtu ishte e para që shtypi jeshilën e parë, por e bindur ama. Në javën e kaluar. Me sa kuptoj unë, do jetë Jonida, Kozeta që e kemi thënë, jam unë edhe 2 antarët misterioze të jurisë apo jo. Eksakt.
Po. Kjo është. Në javën e 10. Po. Në javën e 10. Në javën e 10. Pastaj për 3 netët finale në pallat të koncerteve do të jenë 3 të huaj dhe unë dhe Keli? Eksakt. Kjo është formula. E kuptoj, qartë. Tani, sikur po më dëgjohet pak muzikë, çfarë na sugjeron një playlista sot? Një rikthim. Ajo na lë takim në Tiranë edhe pse vjen nga qyteti i Shkupit. E jeton jetën e saj mes pasionit për këngën dhe aktrimin, ku ka marrë pjesë në festivale dhe konkurse të ndryshme në të gjitha trevat ku flitet shqip. Në Kënga Magjike 2024 propozoi këngën Po ta dija, ndërsa këtë vit do t'i këndoj një histori e dashurie në 2 gjendje, akull dhe zjarr. Laura Kërlio. Kushdo mendonte se kjo jam unë, vajza që dashuron dhe verbër deri në fund. Kush ato do t'kishte ujtë si unë, që nuk njeh rregulla zemrën si me rujt. Aku dhe zjarr nuk dëron më zemra si e marr, po të fal ty ndjenja. Aku dhe zjarr s'është normale gjendja, si e marr prap të ty kthena. Shoqet më thonë haroje s'ja vlen, e si t'ua spjegoj ky gjitha kodën mitën. Jam ajo vajza që buzë gjithmonë, por brënda vetes lotët si numron. Aku dhe zjarr nuk ndron më zemra si e marr, po të fal ty ndjenja. Aku dhe zjarr s'është normale gjendja, si e marr prap të ty kthena. Aku dhe zjarr s'është normale gjendja, si e marr prap të ty kthena. Laura! Lerina! Jeshile! Laura! E galon këtë fazë. Si bën zemra kur janë 2 me 2? Bendova se do kem më pak emocione nga viti i kaluar, po emocione gjithmonë janë këtu. Nuk është ndonjë lloj arsyetimi, kam pak probleme me kufjet, po gjithsesi jam shumë e kënaqur që edhe këtë vit do vi edhe vitin tjetër. Dhe ne të Kështu që s'keni shpëtim nga unë. Dhe ne të presim. Pse të kuqe? Pse të kuqe? Shiko, pas prezantimit aq të bukur të Kelit, çdo gjë nuk do të pëlqejë më. Për post kësaj edhe pas prezantimeve të këngëve ndërjavë, është rritur shumë cilësia e këngëve dhe tani gara bëhet më e fortë. Ndaj ti u mundove ta ekzekutoje më së miri materialin muzikor, kishe një refren, Akull dhe zjarr, ku hera herës çedoje, ki shumë kujdes, ti je mbështetur dhe jo aq e zbardhur, për te kësaj anës teknike. Faleminderit. Ekzon. Unë shtypa Shilën
Për 10.000 fakt se kënga magjike i përfshin gjitha trepat, kështu që do doja të kishim edhe një shkupjane në mesin tonë. Po pse jo. Keli, Unë preha, ndoshta ishte gabimi im, por për një transgresion më të madh, por kënga ishte pak lineare dhe ndoshta as koreografia as paraqitja jote nuk ishte e përshtatshme për këngën. Martin? Mua më pëlqeu sepse kishte ritëm, kishte diçka të lezetshme aty. Bie dakord deri diku dhe me Jonidën për pjesën e mbështetjes. Lëvizjen tonative nuk është se kishte, ishte shumë nice. Ishte Blerina. Vajza, komplimente një herë për sakrificën që ti ke ardhur nga larg. Vlerësoj potencialin që ti ke dhe vendosmërinë që ke për treguar që je e fortë në skenë. Jam dakord me pjesën e zbardhjes pak të vokalit, po besoj që mund të jetë emocionale, sigurisht. Turoj suksese e dashur. Faleminderit. Faleminderit. Shkojmë, vijojmë prezantimin. Këngëtari i dytë në garë vjen nga Lushnja. Ka studiuar muzikë dhe sot do t'i këndoj mungesës dhe kujtimeve që ndjejmë kur largohet dikush nga jeta jonë. Me këngën për të fundit herë, Hajrit Xhebexhiu. Bën vite ti ke larg, gjurë me tretur në përer, trishtimi vjeshtës po më ndje, ka mal. Dora më dridhet mbi një letër, për fjalët që nuk ti thasha të vjesht. Atëherë shpirtin e kam bosh këtë natë, duar kujtimesh të sjellin pranë dhe të mbajun gjatë në krah për të fundit herë. Humbur brenda në përstin, zëri yt më vjen si varg, fytyra ëngjëll më ndjek hapat ngadal. Dora më dridhet mbi një letër, për fjalët që nuk ti thasha të vjesht. Atëherë shpirtin e kam bosh këtë natë, duar kujtimesh të sjellin pranë dhe të mbajun gjatë në krah për të fundit herë. Hajrit me 3 të kuqe për fat të keq, ndërpritet kënga dhe nuk kalohet më, presim dhe vlerësimin e dy antarëve të tjerë të jurisë. S'dua të bëjmë e keqe. Lerin, Shpëtove dhe. Unë kam vojtur vetë për pak energji pozitive. atëherë Ne jemi negativët. nga dy... Jo, energjia. Doja t'jepja unë një pak, absolutisht jo. Atëherë, Jonid, Ç'do të them, kishe probleme me ritmikën, pastaj forma e të kënduarit ishte kaq fillestare, kaq naive për një djalë si ti. Kënga më linte për dëshiruar, do të thënë nuk i përmbush ato komponentët e një materiali të mirë muzikor, ashtu sikurse do doja unë ta dëgjoja në këtë skenë. Keni... Ja shumë keq. I tha Jonida. I tha Jonida. Martin, e vetmja gjë që do doja më shumë nga ti ishte emocioni. Ajo ishte vetmja gjë që më mungonte për mua. Të tjerat ishin okay. Jo, normalisht kishte të mbështesë Jonida. Don't worry.
Martino, nuk jam budalla që them jo thaj. Exona, Unë i dash thjesht Jeshilën për ta inkurajuar, sepse e di sa emocione mund të ketë. Sigurisht që ka pas probleme dhe intonative dhe me ritmin e gjitha, por thjesht herën tjetër nëse vendos të vish pak më i përgatitur edhe emocionalisht, sepse emocioni është së natura të bjen poshtë pastaj kur ke emocionin brenda. Lerina? Shumë gjëra që donin, por një sugjerim që do t'i jap për të vazhduar përpara ndoshta, duhet zgjedhësh bashkëpunëtorët e duhur, ndoshta mund të sillen një këngë edhe më të bukur, mendoj. Hajrit, të përcjell, vjojmë. Hashtagun Be Magic do ta përcjell një këngëtare nga Prishtina. Rrymat që ajo preferon të këndoj janë jazz dhe rock, por sot, përmes forcës së saj, me krenari sjell mesazhin e fortë si arr. Dafina Aliu. Duket me potencial. Pëlqen shumë veshje. Në pamja e shmi po. I buzët qesh jetës në të dit, zemra më thyhet, por s'ka frik. Wow. Qa është O kjo? të më shet, të fort të qet, Sa bukur. i mbjen në fshet, se shprej aq let. As një s'më shet, kur gjun një zohem e bën gede. As kur s'më shet, kur shpirti më dham, kur kam shumë ma. Ble forcën të dhe zjarë ndama, E kam një që Morita shuhet gati gjithmon për tu përball në qdo front. Ble forcën të dhe zjarë ndama, që shuhet gati gjithmon për tu përball në qdo front. E fort si arë, pa frikë si barë, rëzohem, qohem, por nuk dorëzohem. Ble forcën të dhe zjarë ndamar, që shuhet gati gjithmon për tu përball në qdo front. Ble forcë gada dhe zjarë ndamar, që shuhet gati gjithmon për tu përball në qdo front. Rëzohem, qohem, por nuk dorëzohem. Dafina Aliu, 5 jeshile dhe para për sot. Faleminderit. Exona, kemi një Prishtinalie këtu. Kështë disa krenare do të ndihesh ti. Sigurisht që po. Urime zemër. Faleminderit shumë. Në fillim kur u fut, unë thash sa i ngjan Leonora Poloskës, por më bëhet qefi që ke atë unitetin tënd
e ke figurën tënde, zërin tënd shumë interesant, ishe e kompletuar, e përgatitur, e kishe bërë gjithë kalkulimet nga fillimi deri në fund, domethënë e zgjuar, urime zemër. Faleminderit. Keli. Ku ke qenë mi gocë deri sot? Krishtina Largo, Keli. Po pse nuk e njohën gocën? Wow, më ishte një... Faleminderit shumë. Unë po të kisha një buton tjetër që të çonte drejtë në pallat koncerteve, do ta kisha shtypur. Cila është historia jote? Kam përshtypjen që ti e marrë me muzikë, pastaj ke bërë një stop? Po, faktikisht kom këndu rock edhe jazz, edhe pastaj kom pauzu gati 10 vite. Po pse pauzove 10 vite? Seri, muzika rockët edhe jazzit ka fjetë gjithmonë në zemrën tam, po tash normalisht duhet me këndu që ka edon publika. Kështu që kom fillu tash që një vetë, pak komercializëm, pak këngë ritmike si krejt. Edhe këngë zemre si kjo edhe këngë zemrës, edhe këngë dashnisë. Jonida, të pash që tregoje që ishte mërnica? Dër të pakta të raste që mua mishi më bë mërnica, faleminderit për emocionin, bravo qoftë për interpretimin, për një hapje vokale, wow, gjigande, dhe mbi gjitha për interpretimin tënd. Fabula ishte shumë e bukur, edhe unë jam njësoj me Kelin sot, do të çoja direkt pallat kongreseve, pa kur parë hezitimi. Lerina. Nuk kam çfarë them më tepër, e vetmja përshtypje që më dha që sigurisht ke një eksperiencë të gjatë muzikore. Besoj që je marrë gjithë jetën tonë e martë, ta gëzosh skenën suksese edhe. Faleminderit shumë, faleminderit. Martin. Jonida dhe Keli e thanë para meje, unë do të thoya që Dafina ka çdo komponent për të qenë pjesë e pallatit të koncerteve. Kështu që do shihemi aty. Faleminderit shumë. Faleminderit. I lumtur për ty. Mirupafshim. Gjeografia javës së 7 bashkon trevat ku këndohet shqip, ndërkohë skena e pallatit koncerteve do të na bashkojë të gjithëve në datat 19, 20 dhe 22 nëntor në netët finale. Rikujtojmë se në javën e 10 juria do të kalojnë në një fazë të dytë përgjithëse të gjithë artistët e kualifikuar, që deri tani janë 28. Pas përfundimit të puntatës së sotme, në faqen zyrtare këngamagjike.com ju mund të votoni me yje këngën tuaj të preferuar. Dhe tani është momenti ku Mr. Ardit merr stafetën. Konkurrentët e radhës nuk këndojnë, por prej vitesh i kanë marrë 5 jeshiljet për atë që na ofrojnë, sepse dinë çfarë na duhet dhe se çfarë është më e mira për ne. Në fakt, me më të mirët jemi, jam i sigurt që tashmë një kafe të mirë ju do ta doni. E doni, po. Me njerë! Për të gjithë ju miq që sapo na jeni bashkuar, jemi në javën e 7 të kategorisë New Artist, ku në Prapasken presin 3 konkurrentët e fundit për sot. Elementet ajër dhe tokë do të bashkohen me New Artistin e 4. Ai vjen nga Gjakova dhe ka rëmbyer çmime dhe vlerësime jo vetëm në festivalet e Kosovës, por edhe në skena të ndryshme në Itali dhe Maltë. Vjen për herë të parë në kënga magjike dhe do të manifestoj paqe në shpirtrat tanë, për ta treguar se bota është më e bukur kur ka paqe dhe liri. Kënga titullohet Mantra Auron Deva. Interesting. Me siguri do performoj. Thirrën e mëroj harrum, të përshpërita po kishe ndryshu, në fatin që mu dhe bëhe kërku, me heshta me konqa du, thras dashnine jo semri, një mëllkim byll syt e mi, dhe shto hape bëjnë e paprit, o fillon bandrit. Wow.
unë jo ti jam krejt qa s'pota unë tash e kam se gjithë shka që unë e du vjen të unë po mdon ma shumë mu Si mund t'i postojt kështu kë? Kaq bukur. Sa personalitete ka. Auron Deva! 5 jeshile për ty. Ma e vetën mër burë, ma e vetën. Ma e vetën. Exxon. Është diçka shumë interesante. Ndoshta tjerët ishin për pallat kongreseve, më toj ky direkt në Eurovision, po s'di. Qysh mi avo. Më pëlqen që e kishte shfrytzu shumë regjistra të ndryshëm edhe shumë i talentuar. Faleminderit për të Jonida. Dhe jo vetëm regjistra të ndryshëm, po ti ke kaq shumë personalitete në vokalin tënd, je mahnitës, energjia e mantrës tënde ishte kaq shumë përçuese dhe verbuse. Bravo të qoftë. Kelly. Është si një këngë e shkëputur nga Karl Orfi, Carmina Burana. Do më thënë, kemi të bëjmë me një vokal shumë të rrallë, soprano, që të meshkët nuk para gjendet, dhe që në rastin konkret, ndaj mund të mendosh edhe këtë gjë, sepse kanë me vështirësi kër e vë në skenë këtë vepër. Unë kam një pyetje, tritën e kuptova, simbolin tjetër se kam kuptu. Është libri mantrës. Mantra është një frazë spirituale që hap pikat kyçe të energjisë të trupit që quhen chakra. Chakra. Okej. Dhe libri është libri i mantrës. Me të gjitha mantrat që ne duam të bëjmë për jetën. Unë e kam të vështirë ta kuptoj se bedem gjithë jetën vertikal, ti ke të horizontal, por Lerina, shumë urime. Faleminderit. Përgëzime për mantrën, gjithashtu për meditimin tënd, për pjesën tënde artistike, për atë unë aq të plot, për çdo zanore. Dhe ti nuk mendoj që ke hapur gjitha çakrat, por edhe Kundalinit është aktivizuar. Faleminderit. Dhe Martin, Gjithë kolegët këtu, besoj i thanë gjitha, kontrolli vokal ishte çmendurit, domethënë unë madje harrova të shtypja jeshilën. Po fokusova shumë te performanca, bravo. Faleminderit shumë. urime Auron, Kosova po shkon shumë fort sot, me përfaqësues të jashtëzakonshëm. Shkojmë, vazhdojmë me anën. Artistja e radhës këndon që në moshën 8 vjeçare. Ka marrë pjesë në Junior Fest në Mam Po Ti, gjithashtu edhe në The Voice Kids. Kënga e saj flet për një ndjesi të bukur,
ai momenti kur flutrat në stomak të tregojnë se ke rënë në dashuri. Emocionohesh kur dëgjon shpirt, ndoshta si e perfekt për mu, por unë të du. Unë ta ndjej erën kur fryn, më mbështjell, më sjell tek ty dhe unë të du. Moj, do na thuash gjithë tekstin tani, si titullohet kënga? Ndal. E ndal edhe ti, prezanto këngën. Oh. Ndal, Klaudia Sartori. Wow! Shpirt, vetëm ju e shon nga këtu, atë në gjenë me sytë e tu. Ndoshta si e perfekt, por unë të du. Shpirt, më të ndjera kur fryn, më mbështjell më sjell tek ty, e ndërzon në kratë e tu. Për ty po më ndal, kur s'të kam t'je male qaj, edhe thyhem dal nga dal. Ndal, zemër për ty po të ndal, s'di si kam jetu më par. Ndal, zemër për ty s'do të kur s'të kam një male qaj. Shpirt, me zi pres ditën të zbardh, jem mendimi im i par, të tu e s'kom faj, të tu e s'kom faj. Shpirt, unë të ndjeshi unë kur pi, shto pike ti më sjell tek ti, shto pike ti më sjell tek ti. Ndal, firma për ty po më ndal, kur s'të kam t'je mali qaj, edhe thyhem dal nga dal. Ndal, zemër për ty po të ndal, s'di si kam jetu më par. Ndal, zemrën për ty s'do të ndal, kur s'të kam një male qaj. Thyhem qaj, e po tretem frikun kam, kur mbetem vetëm, jo s'mund të mbetëm. Thyhem qaj, e po tretem frikun kam, kur mbetem vetëm, jo ti mos më ler vetëm. As nga vetja s'dom e ndaj, s'dom ndaj. Ndal, zemrën për ty s'do ta ndal, kur s'të kam një male qaj. Faleminderit. Klaudia me 5 jeshile. Jam i lumtur për ty. Jam i lumtur. Jam sërish këtu me ju. Edhe po, është vajza e shtëpisë, ka qenë në mamë po ti Klaudia. Keli në fund fare vendosi, pse? Sa shpejt u rritën gosat martit. Lëre! Nuk më takon mua të them, sepse e di pastaj do bëjmë komente. Me ai sa marr vesh unë nga kënga, mu duk që kishe ca momente pasigurie, po ai shpërthimi në fund pastaj heq çdo lloj dyshimesh. Jonida e vërtet?
Edhe unë e mendova që t'ja jap këshill. Mbështetjen që jep refrenit në ato akutat e lartë me atë madhështinë e zërit tënd, të lutem punoj sa më shumë strofat. Egzon. Unë i dash Jeshile për ta inkurajuar se ka gjitha të vokal, por thjesht mundohu ta kontrollosh pak më tepër se emocioni është gjëja kryesore tek një këngëtar që duhet ta përcjell tek publiku. Përndryshe suksese dhe e bësh shumë e bukur. Faleminderit. Martin, unë do thëja se më rënqesin në disa momente, sidomos në për këto akutat e fundit. Dhe ishte një kënaqësi të dëgjoja përsëri dhe të ishim përsëri bashkë. Falenderoj për mua shumë. Lena. Do doja të thoja suksese, të t'inkurajoja se ke dhe teknik përveç potencialit, sigurisht emocioni ka bërë vetën sot dhe jam e sigurt që luhati të ke pas nga emocioni, mendoj. Faleminderit. E vërtet. Faleminderit. Kënaqësi. Ecim, kemi edhe një këngëtar në garë. Javën e 7 të konkurimit do ta mbyll një djalë romantik i cili studion për aktrim dhe që i kemi parë që këndon me shpirt. Ai u dallua fillimisht në Mam po ti e më pas në X Factor Albania, por në skenën magjike vjen me një ndjesi të re. Thuhet se këngën nuk e ka dedikim, por teksti dhe mënyra se si interpreton lë pak vend për dyshime. Një këngë për ata që digjen dhe që japin gjithçka për të pasur përsëri dashurinë e harruar. Zjarr nga Valdrin Mustafa. Vetëm elemente pas kemi sot. Ujë, zjarr, tokë, ajër. Avatar. Syt, po du me t'i pasyt Drit, nga ty kërkoj drit Mos ik, pa e thënë edhe një fjall Nuk mund të ri pa ty, son të ndal Do të pres ty sot në zjarr Do të zjas edhe jetën po të falla ty të pres akoma sot të zjas Do të pres do të zjas se pa ty jo asgjë nuk dua Bravo. Zjarë, jeti që të spondje dhinge I hubër I marë Shka ndryshe Sa të shije Rrugëve të qytetit kaloj E qo si hi Se prisja këtë. Të hivën në zemë Ti marrë shime Sot në zdo ëndër të kërkoj Si iluzionat të qipoj Kjo histori mbaroj Ma thuaj pa ty si tjetoj Do të pres ty sot në zjarë Do të presa do të zjarë Edhe jetën po ta falla ty të pres Akoma sot në zjarë Do të presa do të zjarë Se pa ty jo asgjë nuk dua Do të presa do të zjas Edhe jetën po ta fal Do të pres akoma sot në zjas Pa ty jo asgjë nuk dua Nice. Valdrin Mustafa.
Jonida. Na dogje, mora. Me zjarrin tënd. Bravo, bravo. Nuk kam fjalë. Jam shumë e lumtur që te kënga magjike po vin këngëtar meshkuj me vokale të tilla, me performanca, me interpretime. Dominanca gjithmonë është nga vajzat, po kur shikon djemt kaq të talentuar, zemra më bëhet mal. Kelly. Valdrin ti je këngëtar i sprovuar, unë të njoh sepse ndjek koncertet në Tiranë, por nuk e di, isha rënqetës me gjithmonë. Shumë faleminderit. Ky është rasti tipik ku këngëtari merr me shumë seriozitet performancën e tij, pra nuk jep rëndësi vetëm notave akute që i ka në fund, po që në fillim e shtroi bukur, filloi qet, pastaj u zhvillua kënga aq bukur, edhe aktrimin që ka si profesion e ka shfrytzuar shumë mirë tek kjo pjesa, por në qoftë se ti do ta presësh në zjarr, paktën mos e frikson me atë shikimin kështu sikur do ta marrësh, do ta djegësh. Ishte e vetmja vriti që doja t'i bëja, sepse unë e kam parë me shoqen e tij sa i ëmbël është, dhe kur e fton dhe ishte kështu thash. Mos e merr ta djegësh o burr. Ishte sikur kishte 30 vjet martesë. Ndoshta. Shumë shacaruar. Po Bleri. Nuk kam që të them, i bashkangjitë mendimit kolegëve të mi, gjithashtu do doja të thoja që ke potencial dhe suksese i kin harmoni si veshjen, zërin, paraqitjen. Shumë faleminderit. Dhe Martini. Më pëlqen shumë që Valdrini është për herë stil dhe ka grindën e vet që e karakterizon. Dallohet që është ai. Urime, mirupafshim. 5 zëra të rinj, 5 artistë të kualifikuar do t'i bashkohen kategorisë New Artist. Ata ka nevojë për mbështetjen tuaj, ndaj, pas përfundimit të episodit, ju ftoj të shpërndani sa më shumë këngët e tyre në profilet tuaja. Mund të votoni në faqen e internetit këngamagjike.com. Tani është momenti të takojmë edhe një herë me antarin e huaj të jurisë në netët finale. Dhe për këthyesi na ndihmon të komunikojmë me të. Hello, si jemi përgjithsisht me nivelin e New Artist? Nice. Sa prej tyre të mahnitën sot? 3. Mbritëm në fund të mbrëmjes dhe nuk harojmë premtimin e dhënë nga Ana çdo javë festivali nga një këngë të re. Dhe një nga mësimet që kam marrë nga ty është çdo premtim është detyrim. Në rastin konkret, për mua nuk është thjesht detyrim, por pasion, ajër, zgjimi i çdo dite të bukur. Dhe pasi t'ju prezantoj një fragment nga kënga ime e re Pop Out, uroj t'ju pëlqej dhe nga ky moment mund ta gjeni në kanalin tim në Spotify dhe në të gjitha platformat digjitale. Pop Out, vetëm pak nga kjo këngë. When they all up in my business, 'cause I pop out, winning, I'm moving differently. Walk through on fire, come alive in the nighttime, yeah. Gotta live my life 'cause it's always the right time, yeah. AP on me 'cause I move on my time. Tryna ride my wave 'cause I move on outside. I got a bag and I flipped it. I never stick to the script. If it ain't broke, I don't fix it. I always said I don't miss. I come into the spot, make it hard when I walk in the entrance, you know. I don't even try too hard, but I love the attention, you know. Pop out, winning, I'm moving differently. Best friend, link up, we making history. Jetojmë në kohët ku emocioni në shumicën e rasteve është virtual. Ndaj jam shumë i lumtur për çdo duartrokitje të vërtet që ju i falni artistëve të rinj, përfshirë edhe Anën. Për më shumë emocione të vërteta, ne do të takohemi në javën e ardhshme. Edhe vetëm 3 javë na ndajnë nga magjia e netëve finale. Njoftoj se biletat e netëve finale i gjeni që nesër në Pallatin e Koncerteve, sigurisht që të sigurtët që do të këndojnë në skenën gjigande që po përgatitet, janë artistët big. Ndërsa të rinj do t'jenë sa? Parashikohen 14. Bashkë me mua 15.
Pare si do sillesh. Do e shohim nëse do t'jesh në pallat apo jo. Në fakt, do shohim që se do t'jesh ti në pallat. Pacim! Pacim!